që integrimin e komunitetit serbe largon dhe nuk afron, do thotë e bën të pamundshëm pothuajse, dhe çon ka idetë separatiste, çon ka zhvillimet autonomiste atje, ide e cila objektivisht është në balë të saj vetë kreu vetë vendosë Albin Kurti, për një grusht vota aq i bon, do thot që i moshi shtetit të rodë në loqë. Dhe lene këtë pjesën e parë të kumëtesës e ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës për qamjen, sepse na jemi një kombi për qam, do më një shteti për qam dhe kemi me pas probleme shumë të me integru ata njerëz, por lexone me zonë, thot, ju po ju rrezikoni interesat amerikane në Kosovë dhe praktikisht e pamundësoni rikthimin e dialogu strategjik. Njëjt është edhe BE-ja, sepse ju është paralajmëruar që mosat ose sankcionet, që i themi na, me gjuhën strikte shqip, do të mund të heqeshin në 15 dhjetor. Do të ishin në fazën e heqjes ose zbutjes. Prandaj një autogol i Albin Kurtit, sepse është në panik me hu zgjedhjet. Dhe nuk shoh tjetër ide, tjetër qëllim këtu, veç se me mobilizu njerëzit edhe njëherë në frymën antiserbe. Fryma antiserbe e shpërbën Kosovën si entitet juridiko-politik. Fryma antiserbe në Kosovë nuk i konvenon kërkujt, aq ma pak një partije politike që ka qenë 5 vjet, gati 6 në institucionet e shtetit, dhe mbi të gjitha, largimi i aleatëve, cilët e kanë bon qëtë vend, e kanë bon qëtë liri, dhe i kanë kthy qëta njerëz në shtëpitë e veta, pej kampeve me loq të Stenkovecit e të tjera, e të Bllacës, është shkurtpamësi politike dhe moralisht e poshtër. Moralisht e poshtër. Dhe ande vazhdon i njëjti njeri dhe njëjta parti me u thirrën dashurinë e madhe të popullit Kosovës. Dhe po unë po besoj që populli Kosovës ka me zgjedh ose një stalinizëm të ri, ose aleatët Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu mdyshje nuk ka. PZOP-ja me siguri olimpike, ju them se ka me rikthy çështjen, domthonë ka me certifiku këtë parti e cila as një kallëzim penal, as një ndjekje, as një hetim nuk është bërë kundër tyre si parti politike e organeve të drejtësisë dhe